Dash Sula, i madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. U la në det të hapur dhe me sa unë mora vesh, u arratis. U arratis sepse nuk e përballoi dot këtë poshtrim që i bëri Këneta dhe vazhdon të besoj ama që Shqipëria bëhet. Dash Sula. U fut të Shqipëria bëhet. Por në fund të ditës, Dash Sula thuaj qatë duash, po është Gjeldeti i Peqinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të. Se është i parasysh ato pupla dhe mdhaja, papajtueshmëria me ujin e Kënetës, domethënë është tip i veçantë në llojin e vet. Gjeldeti po shumë i veçantë. Ka shumë pikant me Gjeldeti, me pupla, me Kënet, me bus. Para që shumë piktoresk, por ndërkohë që po dëgjonim këtë Sona tha po Gjeldeti, tha po 7500 vota ka ky Gjeldetit. Pra ndoshta edhe prandaj ka këtë epitetin e Gjeldetit. Gjeldeti është kështu theret për festa. Kryeministri gjithmonë e ka etiketuar, bullizuar, quajeni se të doni zotin Sula si gjeli i Peqinit, meqense në Peqin ka shumë gjela zakonisht. Dhe zoti Sula ka bërë her pas here disa video fani me sa bue ka këtë video këtu me këto 500 me këto gjërat si. Por zoti Sula në vitin 2021 ka marrë 7500 vota personale në qarkun Elbasan. Dhe këto vota sot shkojnë për Adriatik Lapaj, ndoshta tek nisma Shqipëria bëhet, që është koalicioni. Se i merr me vete to vota Dashi? Po për sa kohë ka marrë personale tek koalicioni i PD-s me Bashën atë kohë, pse mos i marrë me Lapajin sot? Në mos 7500 do i marri 5000. Merr vota majtës apo merr vota djathtë? Zoti Sula ka vota personale në çdo rast, kanë shkuar për të. Është figur me profil lokal, ndonjëherë disa e tallen, disa e lavdërojnë, por ka qenë gjithmonë një figurë pikante, edhe pse ka qenë figurë me një profil lokal, por që ka patur të vazhdueshme të marrësh vota si ka.